Ajo merr shumë kohë, sepse termocentrali me gaz merr kohë, duhet komplet me kalu prej Greqisë me ardhur në Maqedoni e me ardhur në Kosovë. Neve na duhet me ndërtu kapacitetet tona më në viti, 2 viti maksimalisht. Ajo është linja e Persepolisit, po. Dhe ndërtimi i kapaciteteve të vetë qëndrueshme se Persepolisi në Iran. Të vetë qëndrueshme energjetike është jashtëzakonisht e rëndësishme për neve. Pse? Sepse ju po e shihni sot, gjysa e Kosovës është në terr. Tashti ketë si keku aty shkruan jo rrit konsumi, jo prish trafa, jo remont, jo ashtu jo kështu. S'ka energji. Prodhimi është shumë më pak se sa konsumi dhe blerja në treg është shumë më shtrenjtë se sa shitja në tregun e Kosovës. Kërkesa shumë e madhe, oferta prej kekut shumë e vogël, blerja në treg, çmimi shumë i lartë dhe pastaj po rrit çmimin shumë. Qysh me balancu këtë punë? Kjo është ekonomi shumë e thjeshtë. Duhet me rrit kapacitetet prodhuese. Na, për më thonë, keku sot, që prodhon energji elektrike dhe ka fitu 10 milion apo 100 milion që u mburshin, që po ka fitu keku, e shet me 32 euro megawatt energjisë elektrike. Ndërsa në tregun ndërkombëtar është 600-700 euro, 300-200 varet sa ajo shkon me orë me ditë. Se sa është në treg. Pra na duhet me i përdor kapacitetet tona. Dhe sot stabilimentet për prodhimin e energjisë me termo janë shumë më të avancuar, filterat, siguria e ambientit, ajrit e tjerë. Pra neve na duhet patjetër është ekonomi, është siguri, është ekonomi familjare, është biznes. Te raportet ndërkombëtare që e patën me drejt, edhe energjia, edhe ekonomia, edhe demokracia, edhe stabiliteti institucional është edhe raport ndërkombëtar, sepse Kosova është investuesi si investim ndërkombëtar, bashkë me qytetarët e Kosovës, bashkë me Lidhjen Demokratike e Kosovës si iniciator dhe ideator i shtetit të Kosovës dhe bashkë me UÇK-n si bashkë ideatorë dhe aktivistë kryesorë për çlirin e Kosovës. Pra, ne duhet i pranojmë vlerat tona të përbashkëta dhe mbi vlerat tona të përbashkëta të ndërtojmë shtetin e Kosovës. Ti pranojmë edhe gabimet që janë bë, ka pas iniciativa në shkumun për ndërtimin e kapaciteteve për prodhimin e energjisë elektrike, ka pas pengesa sa të dush, sidomos në nivel evropian, por në njëjtën kohë ka pas mungesë të theksuar guximit vendimores në moment final për politikanëve kosovar. Dhe na u duhet guxim, na u duhet vendimore sepse po e shkatrojmë ekonominë e Kosovës, po e bëjmë jo konkurrente në rajon. Dhe diplomacia ekonomike, raportet ekonomike, konkurrueshmëria ekonomike e Kosovës me rajonin dhe përtej nuk po është konkurruese ekonomia kosovare dhe prodhuesit kosovar për shkak të çmimit të lartë të energjisë elektrike. Po ka pas zoti mos dalemi shumë tek termocentrali se s'kemi kohë. Edhe ka pas vendim, por ja që dikush nuk e ka po ta syshme edhe e ka bloku këj sistemin. Edha përgjigjen për këto. Edha përgjigjen, tha marrë i kohë gjitha dyre. Qa po do të më Po veç unë në politik nuk shoh, unë shoh përgjegjësinë politik. Po përgjegjësi ka marrë me votë.